Mirë, jemi rikthyer. Flora Xhemani Baba, eksperte e turizmit, është bashkuar me ne në studio. Mirë se erdhe, kënaqësi që je me ne. Dhe Arbër Gjihani, ekspert punësimi, turizmi. Përshëndetje, kënaqësi që je me ne. Besoj keni ndjekur atë që në fakt shihen me kërshëri këto deklaratat që mbajnë ministrat, jo për pra më shumë për atë çfarë thonë, sepse në një farë mënyrë vendosin edhe piketat se ku do të ndërhyet për të paktën në atë që është edhe pritet nisë sezoni turistik 2026 me shumë pikpyetje, megjithatë vurin në dukje që theksi do të jetë tek menaxhimi dhe rritja e shërbimeve. Tani janë këto pikat e dobta të sistemit ku ka nevojë të ndërhyet apo janë ato pikat e forta le të themi që na ndihmojnë dhe na garantojnë vjushmërinë në të ardhmen? Aman, ku I ka pikpyetjet ky sezoni 2026-ës? Është një pasqyrë. Është një pasqyrë e hapur, është një libër I hapur, domethënë bile unë në hyrje të emisionit, po më shkonte mendja, mirë ne që merremi me turizmin dhe na ka zënë rrota bishtin. Po ju mediat nuk u mërzitët duke diskutuar gjithmonë të njëjtat gjëra çdo vit, sezoni, trafiku, fluksi, 10 milionshi, plazhet, domethënë unë nuk shoh ndonjë gjë të re, madje mendoj që stabiliteti 2026 do jetë edhe në shifra. Pra do lëvizim aty, do shtoj në 300 mishe, në 500 mishe për të lëvizur pak nga 12 milionshi, domethënë mund ta çojnë 12.700, do shta edhe 13, shifrën, po nuk shikoj asgjë të pa diskutuar dhe asgjë të re. Mbi të gjitha shikoj që problematikat do t'i kemi sërish në të njëjtat sektore. Pra do kemi trafik pafund në rrugë, do kemi probleme me infrastrukturën mjedisore, që do të thotë mbetjet, plerat nuk do pastrohen në kohë, qytetet e mëdha do kenë përqendrim të madh të mbetjeve të papastruara sepse kërkojnë ose shtim të personelit ose punë me dyturne. Si na e parashtrove, na e rrëzove gjithë skaletën tash. Jo. Okej, por pra e kam fjalën që sezoni 2026 ne nuk kemi nxjerrë mësime Flora nga fakti që po përballemi me një numër në rritje, ndoshta edhe në përqindjen që duam dhe kemi pritshmëri jo, sepse konsiderohet 6.6% ka qenë rritje në raport me 2025 e tregojnë një farë stabiliteti, sepse shifrat ishin pothuajse. Prandaj dhe nuk do ketë ndonjë luhatje të madhe, sepse nuk duhet konsideruar negative me atë çfarë ne ofrojmë për këta që na vinë. Më thuaj ti mua çfarë masash kemi marrë ne për të parashikuar transportin e njerëzve që vinë në mënyrë individuale, që kërkojnë transport publik, urban dhe interurban. Çfarë kemi bërë si vjet ne për këtë gjë? Pra, çfarë masash janë marrë ose po merren ose do merren që nga data 1 qershor deri në datën 15 shtator, qytetet bregdetare të kenë një shtim të transportit publik. Do kesh vazhdimisht makinat e vogla në rrugë, do bllokohet trafiku me nga 4-5 orë, okej, po bëhen në makro, po bëhen lëvizje, për shembull, në Ksamil po bëhet rruga me dy kalime. Disa arterje, le të themi, rrugore që e kanë zbutur disi problematikë. Por unë mendoj që me të njëjtën sistem infrastrukturor edhe arterjesh rrugore që kemi, ne mund të shtojmë në mënyrë tekniko praktike atë që ndodh në Tiranë. Pra, në momentin e fluksit, kompanitë private bëjnë 2-3 manovrat vogla, e kthejnë autobusin nga korsia që s'ka fluks, te korsia që ka fluks, duke ushqyer ose le të themi duke lehtësuar lëvizjen e trafikut. Mora vetëm një problematik, po që mund të jetë trafiku ose transporti publik. Transporti publik është një problem, është një pikë nevralgjike e sezonit e cila kërkon zgjidhje reale. Dhe nuk e ke parë të adresuar, të paraqitur pra shqetësim dhe të adresuar. Deri tani nuk dim që të ketë, do me thënë masa konkrete se si do zhvillohet ose si do veprohet me transportin publik. Mos harroni, një pjesë shumë e mirë atyre që përbëjnë fluksin, sepse turizmi organizuar është një gjë dhe nuk ka nevojë, ama edhe turistët e organizuar që vinë me charter dhe transportohen nga aeroporti në destinacion me autobus, edhe ata hasin në të njëjtin trafik rruge, I cili është I mbushur vetëm me makinat vogla dhe me autobus. Për shembull, unë nuk di, pra nuk e di gjendjen teknike, por pse nuk vihet në përdorim treni?
nga Durrësi, nga Vora, ku e ka stacionin, e deri në Durrës, sepse do t'jetë funksional brenda këtij projekt që po vazhdon. Kur them pse nuk vihet në përdorim, pse nuk nxitohet, sepse trasheja e shinave është edhe unë e di që po punohet. Pra, brenda këtij viti përfundon edhe do të thënë do të jetë funksional. Në qoftë se fluksi ecën me shpejtësi dhe ne kemi çdo vit rritje të turistëve, pse nuk ecet me të njëjtat ritme edhe në përballimin e këtij fluksi? Domethënë, të punohet njësoj pra si nga sektori publik edhe nga sektori privat. Privati po i sjell, se po i sjell aeroporti, po i sjellin shtimet e fluturimeve low cost, po i sjellin shtimet e... Pjesa më e madhe e turistëve janë ato turistë organizuar. Jo, e ke shumë gabim. Edhe ato të cilët vinë individualisht... Numri i turistëve të organizuar në raport me fluksin e përgjithshëm është as 10%. E din se çfarë i pret, dhe normalisht pjesa më e madhe i drejtohen makinave me qera apo gjetjes së transportit. Po këtë po flasim, pra ato makinat me qera ku do kalojnë? Tani, infrastruktura nuk besoj se mundet që... A është më mirë një autobus me 50 persona, apo 10 makinat vogla me nga 5 persona? Infrastruktura rrugore të ndryshohet nga viti në vit, është pamundur. Pra, ka disa projekt... Po pse nuk vendos një linjë autobusësh? Linjat autobusit paktën në qytetin ku më banoj në Durrës ka ndryshim në pjesën e sezonit dhe ka shtim të rrugëve që ato bën, paktën pjesa e Bregdetit. Ajo që është, ajo që mungon, jemi realist këtu. Problemin kryesor mendoj se e shikojmë tek cilësia që do t'i ofrojmë atyre turistëve se sa tek këto problematika, të cilët qëndrojnë tek çdo qytet i madh apo sidomos ato qytete që kanë një 2 fishim apo edhe më tepër një 3 fishim të popullsisë për sa i përket një sezoni të shkurtër. Sarandës për shembull i 10 fishohet popullsia në verë, aty banojnë gati 1 milion banor çdo ditë që thuajse të pamundura që të evitohen totalisht. Dhe ka pasur deri vjet të njëjtin sistem të transportit urban, që shkonte ku diun 4-5 autobus të niveleve që lën shumë për të dëshiruar për nga cilësia e transportit. Trafik i rënduar, mbi ngarkesë në rrugë, që është kokëdhimbje le të themi për ato që vjen vizitojnë Shqipërinë, por njëkohësisht edhe për qytetarët që jetojnë aty. Dhe sigurisht që ka nevojë dhe siç tha edhe Arbëri, këto vinë në mënyrë graduale, ndoshta sepse s'mund bëhen edhe për shkak të kostos së lartë që kanë në mënyrë të menjëhershme. Por ishte tek mënyra pra shërbimi që marrin, ku ishte ajo që doje të dilje? Në fakt, besoj se edhe fokusin kryesor me çfarë kam dëgjuar në daljet publike, jo vetëm të ministrit, por kryesisht të institucioneve, do ta kenë tek rritja e shërbimeve që do t'i ofrohet turistit. Pra një plotësim i shërbime jo vetëm duke i ofruar bukuritë e Bregdetit, por duke i ofruar edhe disa site të tjera kulturore, apo duke i bërë dhe duke i ofruar një turizëm tjetër, pra siç është turizëm përsa i përket kulinarisë apo turizëm malor, të cilët të ndërthurura bashk, jo vetëm plotësojmë paketën turistike që mund t'i ofrohet një të huaj, por domosdoshmërisht do të shtrinë në kohë dhe sezonin turistik duke mundësuar ndoshta një rishpërndarje më të saktë të këtyre turistëve. Shikoj, di pse vazhdoj të këmbgul tek transporti publik, sepse rjeti i funksionimit të transportit publik në qytete, se ne po marrim Bregdetin dhe Bregdeti është një vi. Dakord, jemi që po themi Tiranë, Durrës, Kavaj, Vlorë, pastaj Himar, Rivierë deri në Sarandë, kemi një linjë autobusësh që mund të shkojnë 2 ose 3 herë në ditë gjatë verës. Pra 3 shkojnë dhe 3 vinë. A mund të shkohet nga Korça në Berat? A mund të shkohet nga Berati në Kuçov, nga Kuçova në Fier, nga Fieri në Apolloni? Domethënë, nuk ka një rjet të transportit që të zgjasi sezonin turistik. Pra që t'i kryoj, për të mos folur, pastaj për transportin rural që nuk ekziston fare, sepse ka fshatra, për shembull në Vlorë, unë po flas nga përvoja personale, sepse ne kemi, le të themi, kemi shtëpinë tonë në një zonë të Vlorës, e cila ka vetëm një autobus që niset në mëngjes, nga fshati për në Vlorë, dhe nga Vlora për në fshat kthehet. Pra është vetëm një herë një linjë transporti. Në atë zonë, tashmë ka shumë shtëpi, bujtina dhe kështu, le të themi, banesa Airbnb. Tek të cilat shkojnë turistë të huaj që rezervojnë në rrugë individuale dhe po të kishin transport publik, do merrnin linjën e transportit publik. Të gjithë pyesin, pa përjashtim. Nëse marrin një makinë me qera, ajo i kushton, sepse mund të jetë një çift,
dhe i kushton 100 euro vajtje ardhje, po themi nga Tirana në Vlorë nga aeroporti, ndërkohë që po të merrnin transportin publik në qytet dhe të merrnin transportin tjetër për në zonën rurale, ata do t'i bënin këto linja ose këto ture, duke i përzirë me aktivitete ose me aventura, me ture të ndryshme që ofrojnë agjensit lokale atje. Kjo gjë është e pamundur, do me thënë ky network ose ky rrjet transporti publik nuk ekziston në zonat të cilat shumë bukur do ofronin ato turet që ti sapo fole, të cilat dështojnë nëse s'ka transport. Flora, për të kuptuar se problemi dihet tani më. Është një problem me cilën përballen ata dhe sigurisht e shohim sot si problematik, por mund të na penalizojë le të themi edhe në të ardhmen një gjë e tillë nëse nuk merren masat e nevojshme. Sigurisht. Megjithatë, te kjo përgjigje ndaj kësaj problematike, për të kuptuar që jo vetëm një përgjigje në nivel qendror, por edhe vendor. Njësitë e qeverisjes vendore duhet jenë më të angazhuara në këtë drejtim sepse ato rrugët, fshatrat nuk bëhen me politikë qendrore, që do të thotë, duhet me politikë lokale, po jemi duke folur gjithmonë për shtetin. Po, pa diskutim. Jemi duke folur për bashkëpunimin mes sektorit publik dhe sektorit privat, i cili çalon jashtëzakonisht shumë. Do me thonë, në një kuadër makro, po themi, në resortet e bukura të Bregdetit, kudo, nga Velipoja deri në Ksamil, megjithëse në Ksamil nuk ka resortet mëdha, po themi, pjesa e resorteve ose hoteleve private, është e kuruar, pastër, bukur, shërbimi deri diku është shumë i mirë, pastaj turisti, kur del për jashtë nga resorti, shikon koshat me plehra që janë papastruar, që janë fiks përballë resortit. Në malin e Robit, për shembull, kjo është një prej problemeve më akute. Furnizimi me ujë është një skandal i vërtet, do me thonë turistët nuk e konceptojnë dot se çfarë është kjo makina me kështu cistern që po hyn në plazh dhe kur hotelierët i thonë që është boti që po sjell ujin se nuk kemi ujë, ata nuk e konceptojnë dot këtë gjë. Pra, si ka qenë angazhimi i infrastruktura publike në raport me infrastrukturën private janë pothuajse të palidhura me njëra tjetrën. Nuk bëhet fjalë që ministria duhet angazhohet për të ofruar më shumë ture. Turet i ofron privati, nuk i ofron ministria. Ajo mund bashkëpunoj, patjetër t'i mbështes, me incentiva, me subvencione, si përmarrjet e vogla lokale, bujtinat, që duan për shembull të hapin lojën, po themi në fshat, për të sjellë turist, të krijojnë produktet e reja lokale dhe aty Ministria e Turizmit dhe Kulturës, që shqyr zotit tashti i kemi bashkë dhe do shikojmë se çfarë efektiviteti do ketë kjo, ose Ministria e Bujqësisë për shembull, mund t'i ndihmojë që bujtinat ose fermat agroturistike, të cilat janë një qelizë jetësore për zona të marginalizuara rurale, mund t'i ndihmoj me subvencione ose duke ja bërë më të thjesht këtë gjë. Por po them si mundet një fshat i Gramshit, një fshat i thellë i Gramshit, ku ti mund të shkosh vetëm me Foristrada, të organizoj ture lokale për të vizituar liçenin e Lenijes, liçenin e Zambakve, kanionet e Holtës, shpellën e Kabashit, për shembull, vetëm me ture private dhe vetëm me makina private, sepse nuk kanë mënyrë tjetër për të shkuar deri atje, madje shpeshherë nuk ka as rrugë. Do me thënë, ne po flasim këtu se çfarë gjendje kemi aktualisht, nuk themi edhe që nuk bëhet. Për të vizituar, tani, ajo është tjetër gjë, se po ta hapim lojën dhe po të diskutojmë në mënyrë kaq qelizore, unë e di shumë mirë që edhe për turistët e huajt është më mirë që ato të organizojnë këto grupe private se sa të kemi vetëm. Ashtu e bëjnë ata, ashtu e bëjnë, nuk po presin shtetin, a kupton? Pastaj, jo, nuk më intereson nëse përfshihet shteti apo jo, mendoj se edhe personalisht unë, nëse do të vendosem në një vend të huaj, preferoj të shkoj në një grup të organizuar për të vizituar, se sa të marr iniciativën të shkoj në një fshat të thellë të Gramshit në një shtet tjetër për të vizituar bukuritë, sepse është e orientuar, është i fokusuar në ato pika turistika apo pika të bukura që do të vizitojmë dhe normalisht është edhe më eficient për mua si vizitor në një kohë të kufizuar që kam për të vizituar cilin do vend. Mendoj se nëse do të ishte e qëndrueshme apo e përballueshme vendosja e linjave urbane apo të transportit publik në fshatra, besoj se është edhe në interes të sipërmarrësve privat për ta bërë atë, por besoj se nuk ka një suport apo një vazhdueshmëri të fluksit të lëvizjeve, le të themi. Duhet ndërhyjë shteti këtu dhe ta subvencionojë, sepse transporti publik, si çdo shërbim tjetër publik, është një e drejtë themelore. Domethënë, nuk mundet tani t'ja mohosh, ku diun, një fshatit Shëngjergj në Tiranë, po
nuk e di nëse ka transport publik, se janë këto autobusat e vegjël që shkojnë në Ndroq, në Sauke me radhë. Po pra, jemi duke folur gjithmonë për sipërmarrje të vogla private. Ja, unë, për shembull, jam një turist i thjesht ditor që dua të shkoj në Shëngjergj. Patjetër që do i drejtohem agjensive private nëse kanë ture për në Shëngjergj. Por nëse unë dua ta vizitoj fshatin Shëngjergj, fjala vjen, dhe aty nuk ka një transport publik që të çon në një orë të ditës, në orën 8, për shembull niset autobusi nga qendra dhe të çon në Shëngjergj, në Pollumbas, në etj etj. Të tillë në fshatrat kryesore të Shqipërisë që kanë potenciale turistike nuk ka. Dhe duke mos pasur nuk zhvillohet as oferta. Se po të shkoj rruga dhe po të shkoj transporti, zhvillohet vetë sektori. Dhe besoj se çdo fshat ka ato fugonat e vegjël që lëviz në mëngjes apo pasditën në ato oraret e pikut. Flora, që duhet të adresuar dhe nuk e petë të manifestuar, le të themi, edhe në qëndrimin që mbajti ministri. Përveç sistemit me ujë 24 orë dhe transportit publik dhe sistemit të energjisë elektrike që në zonat të caktuara të Shqipërisë, siç janë Alpet, për shembull, prish shumë punë, pra shkakton problematika të rënda, sepse Alpet zakonisht në verë nuk furnizohen me energji elektrike 220 volt, por 120 apo 125 më duket, gjë që është e pamjaftueshme, shkakton vazhdimisht kështu defekte, ndërprerje, prishje të pajisjeve elektrike, elektronike e kështu me radhë, dhe është e pamjaftueshme për fluksin e madh të turistëve që shkon aktualisht në zonat malore. Nuk po them në Alpe, sepse e njëjta pasqyrë është edhe po të shkosh në juglindje të Shqipërisë ose në lindje, por në këto zona që nuk duhet neglizhuar. Ne vërtet e kemi fluksin në Bregdet, por mos harroni që në verë e gjithë Shqipëria është e rezervuar, që do të thotë aq fluks sa ke në Bregdet në verë, ke edhe në Alpe, në Theth, në Lumin e Shalës, në Vermosh, Lëpush, do të thonë në të gjitha fshatrat që janë të frekuentuara dhe turistike, sepse kontingjenti i turistëve që shkon në Bregdet furnizon me turë editore edhe pjesën tjetër të brendshme të Shqipërisë. Pra, ajo që është e rëndësishme në Bregdet, është e rëndësishme edhe në pjesën tjetër të Shqipërisë, për sa i përket infrastrukturës rrugore, elektrike dhe ujore. Këto janë tre hallka të cilat nuk duhet të shtrohen fare për diskutim. Do të thonë, nuk duhet të diskutojmë më në tryezat e turizmit ujin, dritat dhe rrugët. Nuk duhet të diskutojmë më këto, e kupton? Duhet të diskutojmë gjëra të tjera, të rritim nivelin, të shkojmë te shërbimi, te kualifikimi, të diskutojmë mburimet njerëzore që janë shumë problematike, sepse po na vinë nga jashtë, e kupton? Tani, unë dua të mbetem pak tek ajo që tha Arbri pak më herët, që solli në vëmendje faktin ato që tha edhe ministri, pra ndërtimin e një ekosistemi ku ndërveprojnë turizmi, kultura dhe sporti. Në fakt kjo ka qenë një problem. Është ky çelësi pra për të ofruar, le të themi, turizëm i eventeve malore, ekologjik, gastronomik, kulturor, siç u tha. Është ky çelësi që na çon ne drejt një turizmi gjithjetor. Deri më sot mendoj se kjo ka qenë një problematik. Pra, centralizimi i gjithë ofertës turistike tek Bregdeti dhe duke pasur apo duke shpresuar që të joshim sa më tepër jurist duke shtuar shifrat e tjerë. Por mendoj se do të arrijmë një pikë dhe më pas do të jetë vështirë që të mbajmë një ekonomi vetëm me një sektor turizmi të bazuar tek Bregdeti. Për këtë arsye është e nevojshme diversifikimi, patjetër, diversifikimi i ofertës, duke pasur mundësi kështu duke joshur jo vetëm ato turistë që interesohen për Bregdetin apo për bukuritë që mund të ofrojë perëndimi i Shqipërisë apo zona bregdetare, por duke joshur dhe një turist tjetër i cili interesohet për kulturën, interesohet për malet apo interesohet edhe për ushqimin në Shqipëri. Në këtë mënyrë kemi nevojë ta joshim fare ne faktikisht atë lloj turisti se ai vetë kërkon këtë gjë. Domethënë, ne turistin e kemi gati, ai do që ta vizitojë, ai shpeshherë nuk mundet. Domethënë, nuk ka akses në të gjitha destinacionet që do donte të vizitojë. Do duhet që të organizohen qoftë ato turet që ju folët, por qoftë edhe disa kushte të tjera, apo edhe disa organizime të cilat inicijohen jo vetëm nga privatët, por edhe nga shteti, se mund kemi dhe organizime festa apo qoftë edhe java kulturore të cilat mund të bëhen interesante për turistët. Jemi duke folur për problematikat këtu, kjo nuk do të thotë që sezoni turistik nuk është i suksesshëm dhe nuk është i rëndësishëm ose nuk gjeneron fluks të ardhura edhe gjithë këto gjërat e tjera. Do të thonë, ne këtu jemi duke folur si mund të ndreqim, pra si mund të përmirësojmë ofertën tonë turistike, jo që
Oferta jonë turistike është kështu se shifrat e rritjes janë impresionante, flasin vetë. Ne të gjithë jemi dëshmitarë sepse i shikojmë turistët në rrugë gjithë vitin. Ka nevojave që ka sektori, pra këto duat edhe përpiqem të kuptojmë të gjithë sot. Mendoj që sektori turizmit është parë shumë izoluar aktualisht ka shi sektorëve të tjerë, sidomos ndaj atij bujqësisë, pra nuk ka pasur një rritje paralele të sektorët të cilët janë mbështetës me njëri tjetrën, dhe këtë shikoj si problem. Shikoj si problem qofër burimet njerëzore, sepse sektori i bujqësisë është ndër sektorët që ka numrin më të madh të punësuarve dhe ka potencialin më të madh për të punësuar, qoftë në lidhjen që sektori i bujqësisë mund t'i ofrojë sektorit të turizmit pa pasur nevojë për të importuar ushqime dhe për t'i ofruar ushqime të importuara turistëve. Do me thënë, kur ta kemi konsumuar gjithë produktin ton lokal, atëherë mund të kemi syt jashtë, nëse nuk na del kjo që kemi. Po nuk e kemi të lidhur bujqësinë me turizmin, sepse shifrat e Ministrisë Bujqësisë dhe të produktit bujqësor nga viti në vit, edhe pse konsumi është rritur, bazohemi tek importi. Jo vetëm që bazohemi tek importi, po shifrat e produktit bujqësor janë në rënje. Tani unë nuk kam shifra, pra nuk rrit studioj shifrat e bujqësisë, di dhe ndjek ekonomist shumë të zot ose ekspert të ekonomist që janë plotësisht të qartë në këtë gjë, sepse hallkat lidhse mes ofertës turistike ose produktit turistik dhe produktit bujqësor janë pothuajse inekzistente. Ju e dini më mirë se ne të turizmit se çfarë problematikash akute ka aktualisht Ministria e Bujqësisë me përfoljen ose ndërprerjen e fondeve të AZBR-s, të cilat nuk kanë shkuar në destinacion, pra Ministria e Bujqësisë me fondet e IPARD-it, me këto fondet e AZBR-s Megjithatë, për të gjithave, kjo do ta ndihmonte sektorin, pra krijimi një ure, bashkëpunimi mes për të gjithave, po nuk mund të themi për të gjithave, sepse po su bë kjo. Po patjetër, por kjo do të ishte, le të themi, një impuls që do t'i jepej sektorit. Ajo nuk do ishte impuls, ajo do ishte gjaku i turizmit. Do me thënë, nuk bëhet fjalë për një impuls që po futëm dhe pulat aty ku fusim lopët, do kemi më shumë, ku di unë, konsum mishi në restorantet e Shqipërisë. Jemi duke folur për mish importi, jemi duke folur për pula importi, jemi duke folur për fruta dhe perime importi, ndërkohë që mollët e Korçës kalben, sepse shiten vetëm në sezon, dhe nuk përpunohen, nuk kemi një industri përpunimit të mirëfillt që ta bëj reçelin, të thaj frutin, pra ta bëj komposto, turshi, reçel, ta thaj, ta ofroj si produkt të freskët, frutat dhe perimet e Shqipërisë dhe gjithë pjesën tjetër të produktit bujqësor lokal. Pse duhet patjetër ne ta marrim ku diun grurin dhe mielin nga Serbia, kur mund të mbjellim fushat tona, po pse i kemi të fragmentarizuara? Pse fshatari nuk e punon dot tokën se s'ka pajisje bujqësore, sepse subvencionet janë shumë të vogla dhe të pamjaftueshme. Burimi këto tek mungesa e mbështetjes financiare. Tregu shqiptar mund ta përthith produktin, do të thonë tregu turistik shqiptar, mund ta përthith produktin lokal. Ndihmonte fermerin, sepse tipologjia e fermave që ne kemi, se devijojmë tani dhe flasim për bujqësim, po tipologjia e fermave që ne kemi janë kryesisht fermat vogla, edhe duke krijuar këtë urën edhe individuale, që prodhojnë kooperativa për treg. Ne kemi alergji nga fjala kooperativ, po kooperativa do të thotë që kanë në qoftë se për shembull, Myzeqeja do mbjelli grurin, domatet, shalqirin, në qoftë se Korça do mbjelli qepë, garantohet që bëjnë organizimin e gjithë bujqësisë. Nëse Rrogozhina do bëjnë karrotat, dërgojnë dhe më mirë se sa kaq këto struktura agroturistike, madje ka pasur një projekt pilot në mos gabojnë në disa struktura agroturistike që kanë përfshirë në menu produkte shqiptare. Edhe ka qenë një nismë e cila është përshëndetur. Kemi Fishtën që është shembull i shkëlqyer i kombinimit edhe integrimit të gjithë komunitetit lokal. Çfarë prodhohet në Zadrim ose në të gjithë Lezhën e konsumon Fishta. Dhe Fishta nuk ka më vetëm një agroturizëm tani që mos i shihemi kot pas gishtit dhe mos e përmendim emrin, pra e kemi fjalën për Mrizin, por gjithë sistemi, domethënë gjithë Fishta tani është mbushur me bujtina, me fermat vogla turistike që përpunojnë produktin lokal dhe shesin edhe jo produkt lokal do si do të ngrënshëm. Po kemi sapun, kemi bylmet, kemi këto produktet e Baltës, do me thënë, aty prodhohet mirëfilli një produkt lokal i destinuar për tregun turistik, i cili funksionon, shitet. E pse këto të tjerat? Pse Myzeqejat mos mbjelli grur edhe këto hotelet shqiptare të gatuar, nëse t'i bëjnë ku diun makaronat me
grurin ose me mielin shqiptar, ose ku diun grur, domate, shalqin, myzeqeja, kuksit bëj patatet, korshat bëj qepët dhe mollët, rogozhinat bëj karrotat, e kështu me radhë. Do me thënë, duhet të orientohen. Elbasanit bëj duhanin. Nuk është bëjnë, po thjesht duhet të orientohen drejt kësaj gjëje. Kush t'i orientoj pra, se këtë po diskutojmë. Vetëm shteti mund t'i orientoj. Ministria përkatëse mund të orientoj produktin përmes politikave, incentivave, subvencioneve dhe këtë projekteve të qarta që ne do bëjmë këtë për ju. Jo më nxirë ti mua paketën e maleve, 7.000 aplikime atje për ku diu sa kilometra katror janë Alpet. 10 resorte duhen në Alpe dhe jo të mëdhaja. Ose, nuk, është absurde, nuk ke nevoj fare të hapësh aplikime sepse i ke banorët atje. Mjafton t'i orientosh si të ndërtojnë dhe t'ja legalizosh, jo t'ja prishësh. Ajo është përthithje financimesh më pas, nuk është vetëm për... Ndaj kujt, përthithje financimesh, të çosh një resort atje që s'ka asnjë lidhje me komunitetin? Banorët lokal ndoshta nuk i kanë mundësi financiare dhe normalisht ajo është përthithje investimeve, po mund ta bëhet banori aty në bashkëpunim me dikë tjetër që mund të investojë, nuk e pengon. Po kur nuk i lejohet? Kur ka 200 firma për të, do me thënë, 200 letra për të firmosur që nuk i njeh fare? Problemet e tokave këtu i dim, nuk është se do zgjidhen sot apo se diskutohen sot. Më lejoni të pi pakuj. Mirë, megjithatë se çfarë do të sjellë paketa e maleve, kjo mbetet për të parë në mënyrën se si do të zbatohet. Kemi diskutuar qëllimin që ka, kështu që megjithatë gjithë çështja është në zbatim. Tek meqense kjo qasja është shumë e rëndësishme, pra që nga një projekt edhe në këtë rast, duke qenë se mbetëm tek këto projektet e mëdha që aktivizojnë edhe komunitetin, i shërbejnë edhe komunitetit. Investimet të përmasave, si që është projektet në horizont, tani se s'mund ta lëm pa e cekur për Zvërnecin dhe Sazanin, po. Rrezikojnë se ka qenë, unë e kam cekur edhe në emisionet e kaluara, por duhet ju pyes edhe ju se çfarë qasje keni. Pra, këto projekte në tilla përmasa, me këto vlera financimi, edhe në mënyrën se si do të bëhen. Të paktën nga ju që kemi parë në ato çfarë pak informacion që është serviru për media, se edhe informacioni apo le të themi kanë qenë hermetik në këtë drejtim. Rrezikojnë të mbeten ishuj le të themi dhe të shkëputur nga ndërveprimi me komunitetin edhe zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Si the për paketën e maleve që paketa e maleve nuk ka asgjë të keqe. Edhe për mua në thelb paketa e maleve nuk ka asgjë të keqe nëse ajo zbatohet në mënyrën e duhur, që do të thotë gjëja e parë që duhet bëhet me paketën e maleve dhe jo vetëm të maleve, se ajo e maleve është shtrirë këte nga fushat, nga divjaka. Po, nuk ka kufizim. Jo, është për gjithë Shqipërinë tani më. Do të thënë, nuk është çështja vetëm për veriun e vendit. Gjithë problemi është tek implementimi ose tek mënyra se si do zbatohet. Sepse unë për shembull nuk kam personalisht asgjë kundër projektit të Sazanit, asgjë kundër projektit të Zvërnecit, asgjë kundër projekteve të mëdha që mund të bëhen në Borsh, sepse Borshi për shembull është një plazh i cili i mban në resortet e mëdha edhe me nga 2000 dhoma, për shkak të hapësirës që ka dhe ne mund të bëjmë një model tur. Dhe ndoshta ndër pak të hapësira që mund të suportojë. Por, dhe këtu ka një por shumë të rëndësishme, jo të ngresh për leckash banorët edhe ti nxjerrësh pa prona, pa shtëpi, siç po ndodh tani me rjollin, por ti kthesh në ortak, në aksioner. Zotris, sa kushton prona jote me çmimin e tregut? Kushton 1 milion euro. Ti do kesh 1 milion euro aksione në resortin e ri, pse? Nuk mund ta lëm Bregdetin me kolibe dhe me shtëpi dykatshe, por kemi vendosur në strategjinë e re të turizmit të 2030-s që do ta mbushim me resorte. Borshi, në gjykimin tim personal, mund të jetë një zonë shumë e bukur me resortet mëdha si në Turqi, sepse e ka hapësirën e duhur, ka edhe perimetrin e plazhit, e ka shumë të gjatë. Që do të thotë, nëse ju, pra nëse ti si shtet, ke ndërmend që ta kthesh Borshin në një Antalya të vogël të Rivierës së Jugut, në radhë të parë ti duhet rregullosh problemin e pronës. Pra, jo ti dëbosh banorët atje, të krijosh konflikt të përhershëm edhe pastaj të shkosh në gjakderdhje, sepse njerëzit ç'a do humbi ai, ai s'ka ç'a të humbasi nëse ti i merr pronën. Ai pastaj do luftoj me 2 duar për një kokë. Dhe nëse nuk do që të futesh në konflikt. Vuajtur vite të tëra edhe humbjet e jetës janë mbi 10.000. Shumica janë për pronën. Po, 10.000 edhe ndoshta më shumë. Unë nuk kam gjë as kundër resortit që është bërë në manastir, është shumë i bukur. Në gjykimin tim është një gjë shumë e bukur. Mënyra se si po bëhen, pra, pa transparencë, duke ja dhënë në mënyrë arbitrare një kompanie
afër qeverisë, fjala vjen, ose ku di unë, afër një biznesit saktuar të madh. Nëse përfshihen banorët e zonave dhe kthehen në aksioner, qoftë edhe me 0,0001%. Më kupton? Aty ku nuk ka pronësi private, le të bëhet shteti aksioner. Jo t'ja japësh Ivankës edhe mos shkoj dot asnjë shqiptar në Sazan. Ç'a kuptimi ka kjo? Atëherë ti e ke shitur vendin kështu. Do të thonë, nëse ti po bën një projekt për një resort të mbyllur, ku për shkak të çmimeve, por edhe të privatësisë, diu në Shën Stefan, për shembull, nuk shkon dot. Duhet jesh një grup prej 25 personash, të rezervosh 3 muaj para, të kontrollohet dokumentacioni nëse je një person i rrezikshëm apo ku di unë se çfarë tjetër, pastaj mund të hysh të vizitosh Shën Stefani. Është një ishull privat. Nuk shkon dot. Ke ishujt e Malit Zi për shembull, Abramovici e Merave ku di unë këto, nuk shkojmë dot. Domethënë, edhe sikur të supozohet që kemi para, nuk shkojmë dot. Pra nuk është një model që nëse ti ndërton një resort privat në zonën e Sazanit, por ishulli të jetë i vizitueshëm, pra porti të ngelet aty ku është, shkollat e vjetra, pra gjithë po themi trashëgimia historike e Sazanit dhe natyrore të mbetet ajo që është, dhe diku në një cep të ishullit të jetë dhe resorti i Ivankës, patjetër, kush ka lek le të shkojë, kush nuk ka le të rriktej. Pra të mos privohemi nga... Absolutisht të mos privohemi nga vizita. Më kupton? Ose për shembull, është skandaloze se si po bëhet trajtimi i tunelit të Vlorës. Ti shkon deri, pra ajo rruga e Dukatit që është bërë poshtë, është bërë në shërbim të tunelit. Nëse ti nuk do që të marrësh rrugën, po themi të futesh në tunel dhe të kalosh në palas, po do të marrësh rrugën e vjetër, në fillim ke traun ku do paguash lekët, ti paguash një herë lekët, pastaj mos u fut në tunel po deshe, po ngjitur lart për llogara. Ç'kuptim ka kjo? Pra ti rrugën e Dukatit e ke bërë për ata që do ikin me tunel, po mua që jam pasagjeri thjesht dhe dua të shijoj parkun e Llogaras, të nisim edhe një herë tjetër nga rruga e vjetër, ta bëj prapë për 2 orë, pse më privon mua nga kjo? Haj që do kaloj tunelin, le të paguaj te trau. Por para se të futet në tunel, jo kur t'ikin park, më kupton? Ose për shembull ke bërë 17 kilometra rrugë në mbikalimin e Kasharit dhe ke vënë atë traun me pagesë për ku? Kosovarët paguajnë 2 herë. Paguajnë në Kashar, paguajnë edhe në Kukës. Jo ata, jo vetëm ata, edhe ne. Shkon në aeroport, paguan. A kupton? Domethënë, i ke hequr alternativat. Këtë gjë do ta paguaj edhe turisti nesër. Dhe do kesh pak kënaqësi të tjera në lidhje me infrastrukturën, transportin. Isha gati për të thënë që na e bëre shumë zi, tani mund na e bësh pak. Patjetër që flasim për turizëm, po. Flasim për turizëm. Jo, e bëjmë me ngjyra. E bëjmë me ngjyra, pse gri, domethënë. Pikërisht. Në atë çfarë është potenciali. Ja të them një gjë shumë të rëndësishme. Një vend që ke vizituar meqense i ke rënë rreth e qark Shqipërisë këto kohë. Po, shiko, unë mendoj që nuk kemi nevojë të shkojmë larg. Kosova është jashtëzakonisht e bukur në dimër, edhe sa po kalon kufirin shqiptar, kemi Brodin, që është një fshat shumë e bukur, i cili vizitohet edhe në dimër me borë, dhe është aktualisht ka borë dhe ju sugjeroj të shkoni për fundjavë, por edhe gjithë pjesa tjetër e destinacioneve të Kosovës dimrore që janë të bukura. Megjithatë, Kosova ka edhe plot destinacione të tjera që për shembull si jemi ne në raport me Kosovën. Edhe tek po mos ndil këtu se do kthehemi prapë do bëj krahasime me Kosovën edhe do dalim prapë në dizavantazh, por ajo që do t'ju thoja si pozitive është për shumë tek turizmi malor. Vendosja e linje direkte me Kanadan do na sjelli turist të cilësisë së lartë. Pra, le të themi që po përmirësohet oferta turistike dhe shiko. Ajo që është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, drejt Izraelit aktualisht po bën një përmirësim. Turistët e Izraelit, domethënë, po nëse nuk duam të diskutojmë për historinë se aty pastaj do futemi në kështu, por turisti i Izraelit është një turist i pasur që shpenzon dhe ka interes për kulturën dhe historinë e Shqipërisë, që është shumë e rëndësishme sepse mund ta vizitojë vendin gjatë gjithë vitit. Turistët nga Arabia Saudite që janë gjithashtu turistë të planet të vjetshme, po që u shtyn për shkak të luftrave të tjera. Dhe unë mendoj që si vjet do vendoset linja me Tel Avivin dhe me është vendosur. Me Tel Avivin dhe me kush ka qenë kryeqyteti i Izraelit se e harrova. Para Tel Aviv Jeruzalemin, o zot, Jeruzalemin. Linja me Tel Avivin dhe me Jeruzalemin, me sa diun është vendosur. Linja e drejt për drejt me Kanadan është vendosur. Është miratuar, por nuk është vendosur akoma data, një linjë drejt për drejt me New Yorkun, që do të thotë gjithë diaspora jonë e pasur do vi me pushime të gjata në Shqipëri, minimumi 2 javë, se nuk ka asnjë kuptim
të vish nga Amerika dhe të rish 3 ditë, që do të thotë, do kemi turist 2 javor në për Shqipëri, duke shëtitur gjithë Shqipërinë dhe gjithë rajonin. Një vit le themi 2026 premtues. Ama edhe aktualisht jemi në një stagnacion pozitiv, do me thënë, unë mendoj që kemi arritur ngopjen e Këllakores, edhe jemi aty tek ajo vija, nuk e kemi të drejta të vijen, po e kemi kështu me ullje ngritje të vogla, që do të thotë, edhe këta që quhen 12 milion, si kur dhe gjysma tjenë, unë për vetën time i konsideroj 5-6 milion. Po 5-6 milion turist për një vënd me 2 milion e gjysën banor, është absolutisht pozitive, shumë pozitive, sepse të ardhurat nga turizmi janë rritur, kanë shkuar në 5.2 miliard. 4.4. Më duke se 5.2 miliard. Jo, 4.4 miliard euro për 2025. Gjdo vit janë rritur të ardhurat dhe është pozitive. Po të shkojmë deri ke 6 miliard me ngopjen, pra me stabilizimin e situatës, unë mendoj që nuk kemi se që të kërkojmë më shumë në turizmi. E fundit, përballja, pra duke qenë një vit premtues, le themi, edhe të gjitha këto linjat e reja të komunikimit me vendet që na sjellin turist dhe me një kohë qëndrimi më të gjatë, mund të na vënë përpara sfida të reja që është mirë të paraprim, pra disa problematika që është mirë të dalim përpara dhe t'u japim zgjidhje pa na u shfaqur? Shpeshherë edhe për shkak të profesionit e lidh me problematika e burimeve njerëzore. Jo më kot përmenda dhe paketat me Izraelin, sepse ato kanë një shtrirje të paktën një muaj më tepër se sa paketat që janë me pjesën tjetër të Europës, shka kërkon një përfshirje më të gjatë të burimeve njerëzore dhe besoj se këtu do të jetë një çelësi i zgjidhjes së problemit të atyre kontratave sezonale që bëhen me punonjës apo fuqi punëtore vendase, e cila më pas ngelet e pakënaqur pasi nuk gjen mbulim në periudhën tjetër jashtë sezonit. Dhe kjo ka çuar në marrjen apo në testimin e shumë punëtorëve të huaj në çdo fushë apo në çdo sektor të pune në pjesën e hotelerive apo sektorit të turizmit. Dhe mendoj se do të jetë një zgjidhje nëse do të arrijmë që të shtrim në kohë të paktën atë ecurinë e çdo shërbimi që do të kenë jo vetëm hotelet, por edhe restorantet apo strukturat e tjera akomoduese e tjera. Duke u rikthyer edhe një herë tek investimet të mëdha apo të pritshme që janë si ajo e Sazanit apo në Zvërnec, nuk duhet lënë pa përmendur dhe pritshmëritë që mund të kenë në rikthimin e banorëve lokal, pasi menjëherë sapo dolën lajmet, dolën intervistat e para të atyre të cilët ishin larguar, po përktheheshin me dëshirën për tu investuar në atë zonë. Dhe mendoj se kjo është një fakt pozitiv që nuk duhet lënë pa përmendur, rikthimi i shqiptarëve apo bashkë me kapitalin e tyre për ta investuar në këto vende. Pra nuk do të jetë një investim i izoluar vetëm për ata të cilët do sjellin kapital të huaj, por me patjetër do ndikojë në zhvillim dhe në përmirësim dhe të komunitetit dhe kemi nevojë pra për ndihmën e shtetit, sepse për shembull, për sa i përket burimeve njerëzore që gjatë verës, aktivizohen studentët, nxënësit e shkollave të mesme profesionale, të cilët gjithashtu janë të pamjaftueshëm. Numri të huajve që jetojnë në Shqipëri, po ndoshta jo i gjithë i është krah pune, sepse ka edhe italianë që vinë të blejnë 27.000 ose 28.000 duket ka shkuar. Dhe unë mendoj që edhe këtu pra duhet dora e shtetit dhe nuk është nevoja të shpikim rrotën, sepse po të zbatojmë për shembull në sistemin e punësimit modelin që ka Greqia, që subvencionon sigurimet jashtë sezonit, mbulon një pjesë sigurimeve për kostove, që nxit studentët, u pat fol për një rrogë 400.000 lekë në muaj për studentët e masterit, që do të thotë sepse studentët e masterit duke qenë se e bëjnë shkollën në fundjavë, ata e bëjnë edhe gjatë javës patjetër, por e bëjnë kryesisht pas dite, për shkak se para dite është bachelori dhe ata janë aktualisht të gjithë në punë, punojnë gjithë vitin, punojnë dhe mësojnë. Që do të thotë nëse marrin një rrogë si student, e para mund të dalin student më cilësor nga universitetet dhe e dyta mund të angazhohen pranë strukturave turistike për të bërë praktikën. Do të thonë që është një gjë shumë e rëndësishme që mund ta bëjnë gjatë dimrit dhe në verë janë një kontingjent i gatshëm. Po këto duhet i bëjnë. Shkollat profesionale kanë vazhduar të aplikojnë pjesën e. Ndërkohë Flora, çfarë duhet synojmë ne? Duke qenë se jemi në atë dilemën që pra turistë që na sjellin më shumë të ardhura dhe pa diskutim këto e duam të kërkojmë dhe numra. Sa më shumë turistë që vizitojnë Shqipërinë. Nuk kemi më nevojë për numra, domethënë. Çfarë duhet, pra ku duhet të rrah, le të themi, qëllimi? Po tek rritja e cilësisë ofertës tonë duhet rrahi që të vinë
edhe nëse vinë më pak turist, ata shpenzojnë më shumë edhe kanë më shumë, le themi janë më shumë më të kënaqur. Ne kemi një avantazh për sa i përket turizmit kulturor, turizmit eksperiencave, turizmi i aventurës, rural, etj. Ky turizmi i eksperiencave apo i përvojave tashmë është turizmi më në modë ose më i kërkuar nga të huajt, sepse të gjithë ne jemi ngopur dhe duam emocione të reja. Pra duam të përjetojmë diçka të re, dhe turizmi i përvojave është më i bukuri, i cili jo domosdoshmërisht kërkon kushte dhe luks. Se ti mund të shkosh edhe të flesh në një shtëpi fshatare, për shkakun që si ka kushtet, edhe ti do gatuash me zonjën e shtëpisë, do shkosh të ruash delet me plakun e shtëpisë apo ku di unë. Mora dy shembuj kështu të thjeshtë, dhe kjo është një lloj përvoje për cilën ata janë gati të paguajnë, ose cooking class, për shembull që mësojnë si të gatuajnë dhe nuk mjafton që gatuajnë, por edhe paguajnë për të gatuar dhe për të ngrënë atë që gatuan vetë. Që do të thotë, këto janë përvoja që jo domosdoshmërisht kërkojnë burime të shumta njerëzore apo rritje të standardeve të luksit. Ata nuk duan luks, ata duan autenticitet. Ne këtë kemi rrezik ta humbim tani me të huajt që po vinë, për shembull, ose me ndërtimin e këtyre resorteve luksoze, por besoj se sektoret janë të ndarë, pra Bregdeti le të jetë për shqiptarët, për të huajt që vinë për këto paketa luksi, në të pikë. Unë ne kemi shumë karta për të luajtur, kemi jashtëzakonisht shumë karta. Karta duhet kombinuar, se këto janë edhe eksperienca të shkurtra në kohë dhe nuk mund të duke qenë një vend i vogël gjeografikisht, ne mund t'i ofrojmë turistit edhe luksin e Bregdetit, edhe turin brenda ditës, domethënë ti shkon në Antalya, duhen 600 kilometra të shkosh deri në Pamukkale, vajtja ardhje, më kupton? Kurse në ti shkon shikon një amfiteatër 3000 vjeçar, ti shkon ha një drek rurale, që atje s'ke shans ta gjesh, domethënë, ti shkon viziton një kish, një muze, një ku diun brenda ditës, pra mund të bësh disa gjëra të ndryshme. Të kombinimin, pra faktin që po prirën tash Shiko, po për shembull Kavajën, që është qyteti im i lindjes dhe unë e kam fort e mbarova, e mbylla me vrap. Domethënë, 1 milion turist në Bregdetin e Kavajës, afërsisht, se nuk i kemi numëruar, dhe pothuajse asnjë turist në qytet për shkak se mungon lidhja infrastrukturore me qytetin. Pra s'ka transport publik të mirë, se ka sigurisht një autobus, por nuk ka një lidhje të Bregdetit pra me qytetin, nuk ka agjenci lokale që të ofrojnë ture për të cilat ne po përpiqemi të kujdesemi tani, domethënë që të njohin, që të vizitojnë muzeun etnografik, për shembull Kishën e Çetës, qendrën e qytetit që është shumë simpatike, Kalane Bashtovës që është 20 kilometra larg, domethënë atraksione turistike për cilat njerëzit janë gati të paguajnë turistët, po nuk ka kushti çoj. Kështu që nëse krijohen dhe lidhen këto hallka me njëra tjetrën, absolutisht po që ne kemi mundësi që ta çojmë deri në fund nëntorit atë ofertën, sepse pastaj nëntorin dhe dhjetorin i kemi tonin dhe vetëm janari është pushim. Fillon shkurti avash, jo 14 shkurti, jo 14 marsi, dhe lëviz gjëja. E qartë. Mirë, na mbetën edhe disa çështje pa u ezauruar, siç është Po hajde, si diskutojmë. Flora është e papërmbajtshme kur bëhet fjalë për turizmin. Kështu që unë ju falenderoj, sepse kemi mbërritur në fund. Shumë kënaqësi Flora që ishe me ne. Arbër po ashtu, faleminderit për praninë, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Ne kemi mbërritur në fund të Box to Box edhe për sot. Takimi i radhës do të jetë nesër në orën 16:00 deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru ta kopshim.